80 vite histori dhe traditë shqiptare në Kumanov. Në studion tonë kemi edhe kryetarin e ansamblit të këngëve dhe vallëve Bajram Shabani nga Kumanova, i cili do flet për përgatitjet e jubileut kaq të madh që për rrugëtimin e kësaj shoqërie është mjaft e rëndësishme dhe normalisht do flasim që nga themelimi deri tani. Zotëri Dritan, keni një barë mbi vete. Mirë dita, spari e vërtet është, barë është e madhe, po ashtu si që është barë e madhe, ne edhe për atë edhe kemi fillu shumë më herët përgatitjet për këtë evenement. Ka disa muj më herët kemi fillu me përgatitjen edhe me çështjen e monografisë. Kemi dhënë detyra konkrete njerëzve të duhur, besoj, për ta përgatit monografin. Unë se besoj për shkak të tash, edhe ju ashtu që thatë, barës madhe, monografia ka fillu ka gati një vit, po punohet, është një material shumë i madh, edhe për atë, dhe më thonë, kjo është puna e parë që kemi fillu të përgatitemi për 80 vjetorin. Puna e dytë është kjo koncerti i madh që bëhet me rastin e 80 vjetorit si dhe Akademia Solemne. Dhe më thonë, në vazhdën e këtyne organizimeve, me rastin e 80 vjetorit dhe në vigjiljet të festave të nëntorit, për shkak se këto evenemente do të mohen në muaj nëntor, janë edhe festat e nëntorit, janë muaj i festave shqiptare. Këtë muaj i shqiptarëve, po. Po, muaj i shqiptarëve dhe të i marrë gjithë këto sajnë e parasysh, kemi vendosë që tu fillu, dhe më thonë, prej 6-it kur fillon Akademia Solemne, me 7-in është koncerti, 8 dhe 9 nëntor është manifestimi, apo kemi musafir të cilit I kemi ftu në... Do flasim ma detajisht për të gjitha, do flasim sepse na interesojnë normalisht gjitha aktivitete. Çfarë do me thënë një ka këtë 80 vjetore, thamë edhe para se të fillon emisioni 80 vjet, nuk janë pak. Më tani kemi filluar që t'i shkojmë drejt edhe shekullit të parë, edhe 20 vite festohet edhe 100 vjetore. Sa ka rëndësi kjo për komunitetin e Kumanovës, sepse stojkisht qëndroi Bajram Shabani vlerave, traditave, kulturës shqiptare në Kumanov, duke e bërë Kumanovën kështu sa më krenare në çdo paraqitje? Shiko, ne veç kemi tash edhe dokumente zyrtare, edhe nga shtypi I kohës, dhe më thonë që tregon se në atë kohë, në vitin 45, kur sapo vendi kishte dal nga lufta e dytë botnore. Mund të, ne në për filma I kemi pa këto sene, se besoj se mund personalisht se imagjinoj dot atë kohë, janë gjetë entuziastë, janë gjetë njerëz afarist të kohës zejtarë, mësues, disa intelektual, dhe më thonë të kohës të cilët kanë qenë, dhe kanë themelu një shoqatë e cila ka qenë shoqatë kulturore. As mos ta shkojnë ndërmend dikujt se ka pas klarinet e harmonik në të kohë, po ka pas dajre, qiftelik, një fylli, kushtet që ka pas, dhe më thonë që ato kanë qenë kushtet në atë kohë, po është e rrugës që theksohet se në atë kohë është themelu dhe 45 dhe ka qenë formë e organizume e shoqërisë, me valltar, me këngëtar, edhe kjo është, që të them, kjo është një sens që ne kumanovarët krenomu. Edhe një tjetër që është shumë e rëndësishme se në ansamblin Bajram Shabani nuk ka familje që nuk është e mishëruar me një apo me një formë tjetër. A ka qenë gjyshi, a ka qenë nipi, a ka qenë daja, a ka qenë tezja, po gjithsesi se dikush ka qenë në këtë shoqatë dhe në këtë shoqëri, edhe nuk ka familje e cila thjesht nuk preket edhe nuk e ndjenë si të veten, Unë besoj se lirisht cilit do kumanovar t'i thoj shurimet të 80 vjetorin e ansamblit, do t'a pranoj me aq dashamirësi, për shkak se me një farë forme edhe është pjesë këtij përvjetorin. Cili është një nga momentet më të rëndësishme të rrugtimit gjatë këtyre 80 viteve? Shiko, dhe më thonë, bëhet fjalë për
8 dekada. Dhe më thonë njerëzit të cilët e kanë fillu, sigurisht se sot s'janë në mesin tonë. Ka pas kjo ecje e ansamblit, ka pas gjithmonë një trajektore, edhe ne vetë kemi jetu në kohra të ndryshme dhe e dim se ka pas ngritje dhe ullje. Normal. Cilat kanë qenë momentet. Po momentet, tash kur i përmendin njerëzit, është një nga momentet që në vitin 1948 Baram Shabani ka marrë pjesë në Beograd në një organizim ku vetë presidenti atëhershëm, ne nga këndvështrimi i sodit mund të themi që dojmë, po ka qenë Titoja që i kanë knua dhe elegji. Fiks. Edhe shqiptarët edhe të gjithë popujt të cilët kanë jetu, jo vetëm se në ish Jugoslavinë. Do me thonë, një moment shumë i rëndësishëm i shoqënisë Baram Shabani në vitin 48, 1948, kështu gegrisht, për ta kuptu opinioni më i gjanë, kanë marrë pjesë në formë të organizume. Dhe ka plakete, ka gjana që me pietet e tregojnë edhe antarët më të vjetër edhe gjeneratat më të vjetra, po edhe gjenerata e sodit, unë mendoj se duhet krenohemi me ato. Ansambli pastaj kishte marrë pjesë në shumë vende, në Kosovë, në ish Jugoslavi, gjithandej, po kjo ka qenë një moment me që e kërkove një moment i veçantë. Po, një moment i veçantë ky. Momente pastaj... 8 vite ka shumë momente të cilat... e vërtet është. Po, vitet e fundit, do më thonë, nga 2012, atëherë edhe ne si ish antar, ish valltar, ish muziciante, morëm në udhëheqje, do më thonë, të ansamblin dhe besoni se ansambli ka arrit një nivel të mirë të organizimit, një nga nivellet më të larta të organizimit, do më thonë, në gjithë trojet shqiptare, edhe kjo është një moment i mirë që sot shembull ki një antarësi prej afër 70 vetë, 100 vetë që janë ekip shumë i madh. Ekip i madh, po lere që është ekip i madh, shpeshherë ndalem edhe mendoj se ku po gjendet ta gjitha entuziast. Nga fëmijët shembull 8-9 vjeç deri te mosha 72-3 vjeçar, domethënë kemi në mesin e ansamblit. Cili është koncepti për programin e të 10 vjetorit? E filluat në treguat se me datë 6 fillon mbahet mbledhja apo takimi me... Është një akademi solemne. Akademi, okej, solemne. Në akademi solemne parashifet të marrin pjesë ish familjar të ish udhëhecëve. Njerëz të cilët kanë kalu në për ashtu, të evokohen kujtime nga një pjesë e tyne. Të ndahet mirënjohje për antarët e sodit, për disa nga antarët e sodit. Të ndahen mirënjohje edhe për antarët të cilët kanë qenë të veçantë gjatë periudhave kohore të cilat kanë vepru, edhe është një moment që është mirë që ti kujtojmë edhe ish udhëhecit e ansamblit, për shkak se besoj që edhe ju thash edhe në fillim. Pa punën e atyre? Ata e kanë sjellë deri këtu, ne jemi krenar që i kemi pas, dihet në atë kohë edhe organizimi shoqëror, edhe organizimi politik. Ka qenë ndrysh, ka qenë me njerëz që ndoshta na sot t'i shohim me një këndvështrim tjetër, po ata në atë kohë kanë kryer punën e vet. Do ketë bashkëpunëtor nga jashtë? Shiko, aq shumë njerëzit e duan këtë shoqëni kumanovart sa unë shoh pak hapësinë të angazhojmë për jashtë. Ne s'po arrim ti selektojmë gjanat të cilat i kemi brenda qytetit, por për jashtë është festivali, me njëherë pas asaj ne e kemi para pa edhe këtë punë që marrin pjesë në të gëzimin tonë, në të organizimin tonë, marrin pjesë edhe të tjera, domethënë, me formën tjetër të organizimit festivalit. Treguat se keni filluar muaj më parë aktivitetet. Është një përgjegjësi shumë e madhe, pasi që shënohet një jubilej kaq i rëndësishëm.
A ka pasur normalisht ansambli edhe ndikim në ruajtjen e kulturës, traditës shqiptare, gjuhës po ashtu? Shiko, vetë logoja e ansamblit është art, tradit, kulturë. Qa me këtë, dhe më thonë, ne në mesin tonë, kur thash i kemi 100 antarë, afër 100 antarëve, dhe më thonë, kemi edhe veterantë, të cilët punojnë në ruajtjen dhe ruajtjen e vallës të Ana Moravës, e cila ka disa valle, të cilat këta i çdo herë prezentojnë po edhe në manifestime të ndryshme jashtë Kumanovës. Kjo është ajo që ne kemi arritë ta ruajmë vallën. Kënga zakonisht, këngët të më thonë edhe këngëtarët e sodit që interpretojnë, tentojnë t'i këndojnë këngët e tyne, po edhe këngët e kënduara në qytet. Nga muzicientë, nga këngëtarët më të vjetër. Kështu që sa kemi arrit? Kemi arrit të paktën t'i nxjerrim, t'i përpunojmë edhe këngët, edhe vallet të luhen ato vallet të cilet janë lujt me kohë, kështu që mendoj që i kemi rujt atë traditën. Kemi rujt traditën. Ne kemi marrë pjesë edhe, mos tjetë pa u përmend, dhe me thonë me vallën Kumanovare. Në vallën Kumanovare të cilën në vitin 92-93 kemi punu me Panajot Kanaqin. Të ndjerin, artistin e madhë. Pas asaj, ne kemi bërë disa shkëputje, edhe ne, dhe më thonë, kjo gjenerata ma e re, kemi bërë disa shkëputje në organizimin e natës së Kanës, natës Kallamoqit, nata e Pulës. Dhe më thonë, kemi arrit, edhe kemi prezentu, edhe të thamë të drejtën, kemi marrë edhe vende. Sidomos në Kosovë kemi marrë vende të para, dytat me këto që, dhe më thonë, skena u mbushke me 50 veta, 60 veta. Kështu që, dhe më thonë, sa kemi arrit, prapë përgjigja është se të paktën i kemi nxjerrë edhe në atë aspektin koreografik, edhe në atë aspektin estetik dhe aspektin skenik. Po, a ka ndryshuar ndër vite edhe interesi të rinjve për të qenë pjesë e ansambleve, apo për edhe ata për të dalë në skemë, për të treguar edhe pjesë të traditave të tyre, për të mëzuar sa më shumë? Është interesant se ne çdo vit keni më shumë numër të madh? Kemi numër të madh, po është një punë se edhe shkollat fillore i përshëndes, dhe më thonë, me gjenerata, edhe udhëheqësinë e tyre. Shkollën fillore Baram Shabani që e mban të njëjtin emër. Edhe shkolla fillore në Infrashi, një shkollë tjetër Tolizor Domis, ajo është në rritje e sipër, të brenda qytetit. Po besoni se ka edhe prej fshatrave për rreth, edhe prej komunës Likovës. Antarë të cilët vinë, dhe më thonë, nga moshat e reja, deri në moshat më madhore. Më madhore, më do të thënë, keni arritur që ende ta mbani atë dashurinë, pasionin. Po thash, ndonjëherë kur e mendoj vetë, tham ku e gjenë gjithë ta njerëz këtë entuziazëm. Për shkak se ne dim, koha e sodit është koha e materializmit, do se ndështë e materializume, kultura... Koha e digitalizimit, mos e diskuto. Po, sot kur është kjo kohë edhe gjendet kjo entuziazëm është me të vërtet është një send që është po gjithmonë pjesa shpirtërore edhe është një send i cili nuk mundet bash pa ashtu do të them pa këtë angazhimin jo material të zhvillohet. Vullnetar të themi. Po pjesa më e madhe është pjesë vullnetare. Jo pjesa më e madhe, gjithçka është vullnetare. Por po se ne në organizime të këtilla duhet të bëjmë projekte dhe të bëjmë shpenzime për organizimin e këtyre. Se megjithatë janë pjesë shumë të shtrenjta. A shumë domethënëse. Shumë të shtrenjta janë edhe më shumë domethënëse, po me pak për kraj.
Ne shpresojmë që të vedjesojnë institucionet për të ruajtur traditën, sidomos për një ekip kaq të madh i cili 80 vite punon pa ndashëm, e lek të si pasardhjen gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, është një punë shumë e madhe. Të fokusohemi pak edhe tek Balkan Fest, e përmendet në fillim se do e keni edhe festivalin me njëherë, është viti i 5. Viti i 5. Në thoni sepse pikërisht në këtë festival juve keni bë një punë shumë të mirë, që një pjesë do mbahet edhe në Likov, në Mateç, okej? Shiko, ne kishim kahmoti këtë ide, edhe si udhëheqësie e shoqënisë, për shkak se kemi pas edhe kemi sot e kësaj dite antarë edhe nga komuna e Likovës. Për shkak se komuna e Likovës edhe Kumanovës është aq shumë e mishëruar mes vetë, domethënë të gjithë jemi të gjithë. Kryesisht jemi daje nip me komunën e Likovës dhe jemi shumë afër, domethënë, kështu në atë aspekt, edhe në aspektin gjeografik, po edhe në aspektin shpirtëror. Nata e parë është me 8 shtator. Nëntor. Po, nëntor. Faleminderit për korrigjimin, me 8, ndërsa me 9 do të mbajmë në shtëpinë e kulturës në fshatin Mateç. Kemi marrë gjitha masat e organizimit, për shkak se tash është edhe kohë zgjedhjesh, është pak problematike që ashtu, po megjithatë. Atëherë do mbaroj zgjedhjet, zoti Dritan, do jemi larg aty në problemeve, derteve, do fokusohemi aq shumë në kulturë atë muaj, saqë mendoj se gjithë do pushojmë. Besoj se do të jetë një relaks për gjithë, sidomos pjesën tonë, domethënë edhe të Kumanovës e të Likovës, domethënë nata e 2 do të jetë aty, nata finale. Normalisht kemi musafir nga Kosova, nga Turqia, shqiptarët e Turqisë. Në natën e parë do të kemi nga Bosna, gjithashtu nga Shqipëria, Kosova. Këto janë vendet si vjetë të cilët kanë do të marrin pjesë. Gjithandej është e njëjta situatë këtu në Ballkan, kjo është Balkan Fest. Kanë probleme, sidomos problemet financiare në për këto organizimet edhe këto shoqatat kulturore janë më të theksuar. Gjithandej, jo vetëm se te ne, po shpresojmë, Zoti Zoti, që edhe institucionet vetëdijsohen, edhe gjithë kjo Ballkani perëndimor ta merr një vizion tjetër për zhvillimin e kulturës, për shkak se ashtu siç ju thash, gjitha aktivitetet kulturore janë jo të materializuara si të tilla. Për këtë arsye duhet ndahen buxhete të ndryshme dhe për këtë arsye duhet institucionet, komunat të marrin mbi supe organizimin edhe mbështetjen institucionale të këtyre organizimeve që ansambli pra nuk ka as pak mbështetje. Shiko, ne nuk mund të themi që nuk kemi as pak mbështetje. Po jo ndoshta mjaftueshme. Po jo të mjaftueshme. Për shembull, po mos qenë sponsor ata që i përshëndes të gjithë. Përsëri pa ato privatet nuk mund. Po jo, s'ka shans. Nuk ka shans, edhe është shumë larg. Shumë larg për të ardhur keq. Po është për të ardhur. Se humbet kështu dashuria e pasioni të gjithëve nëse nuk janë edhe shqyr Zotit, i kemi dashamirët të cilët janë ata që ne kur e shtrim dorën ata më thënë drejtën me zipresin të na ndihmojnë, edhe t'jenë me një farë mënyrë tash t'jenë pjesë e ansamblit. Ti inkuadrum, po. Po. Ne i përmendemi gjithandej, zakonisht ju nxjerrmi edhe logot e tyre të bizneseve të tyre, i përshëndes të gjithë dhe i falenderoj nga zemra. Kur jemi të festivalet e ndryshme, juve edhe muaj më parë, një muaj, apo më pak se një muaj, morët pjesë edhe në Turqi. Ku edhe u vlerësuat me çmime të ndryshme, gjë që normalisht tregon edhe për punën e palodhshme që e bëni. Do ketë karakter garues përsëri edhe festivali Balkan Fest? Ky festivali jonë është me karakter garues zakonisht. Po shiko, ne është interesant se vitin e kalum ne kishim një grup tjetër, domethënë prej Turqie, prej Nigjolit, cila është, du të ashtroj këtë domethënë si test, cila është ajo arsye më e madhe se pse mbahen këto festivale dhe ç'është domethënia e tyre. Kjo është një ajo ura lidhse mes popujve. Pa marrë parasysh, janë bosnjak, janë serb, janë kroat, janë
bulgara apo ashtu, nga Turqia zakonisht tentojmë t'i marrim ato grupe të cilat janë me prejardhje shqiptare. E sidomos nga trevat e tona. Nga Bursa, nga Ini Gjoli, vitin e kaluar ishte nga Ini Gjoli, dhe është një rast që është për të përmend, pas 50 viteve takohet Daja Nip. Pikërisht në Kumanov. Pikërisht në fshatin Slupçan. O, zot, sa bukur. Edhe ishte një emocion për të gjithë ne edhe si organizator, po normalisht edhe për gjithë qytetin. Për shkak se edhe ne kur po shkojmë atje, petakon një familjar, një ashtu, e që po të pret dhe me thonë me atë zemërbarsinë dhe zemërgjërsinë shqiptare. Bujarin, ta themi. Bujarin shqiptare. Ata kur po vinë këtu, ne si vjetë për t'i dalë pyqës uj, ne si vjetë ishim në Bursa dhe në Stamboll. Gjithashtu, dhe me thonë, takum shumë shqiptarë të Kumanovës dhe të Rëthinës. Edhe në Bursa, edhe në Stamboll. Qik megje kem Stamboll. Në Bursa kem qytet, këtu kemi një qytet brenda Stambollit, qik megje, që shumë kishte shqiptarë, që asë që ta merë mendja se me aq entuziazm edhe me aq dashamirësi, shembull e prit këngën shqipe dhe i din shtu tekstet. Më mirë se ne. Po, më mirë se ne. Dhe më thonë, këto këngë që janë hitet e muzikës tonë, dhe më thonë, të estradës tonë, ata kështu i këndojnë, dhe më thonë, i din me tekste, me muzikë në ashtu, dhe më thonë. Pa afrohemi nga fundi i ditave duke i numruar jemi ditët. Janë emocionet më të mëdha drejt organizimit? Stresi jam bëmë. Stresi të mytë. Nuk doja ta themun stresi? Jo, stresi të mytë, po fatë që unë kam formu një këshill organizativ për organizimin e koncertit, po që normalisht edhe festivalit për shkak se ashtu. Në mesin e aty kemi njerëz të cilët kanë qenë më herët brenda ansamblit, muzicient, këngëtar që sot i takojnë estradës, e që janë, më thonë, nivellet e larta të estradës tonë, edhe ata janë pjesë e organizimit. Tash ti përmendit gjithë janë... Do e harroj një, do hidrohet. Do hidrohet, kështu që unë i përshëndesim. I përshëndes të gjithë dhe i falenderoj për punën që e bojnë. Mirë po, si do që tjetë. Ajo pjesa e përgjithësisë nuk më hiqet. Unë si udhëheqësi ashtu, edhe ndoshta pse po e di, e kontrolloj dhe menaxhoj stresin, po me gjithate është një... Cili është mesazhet që këtë jubileju doni ta përcjellni në 80 vjetorin? Unë kam edhe një apel. Okej. Para se të kalojmë te mesazhi. Unë kam një apel për shkak se po punohet monografia. Shumë bashkëqytetarë tanë që janë jashtë vendit kanë qenë pjesë e ansamblit, është mirë që fotografitë, ngjarjet, ashtu ti dërgojnë ose te faqet e ansamblit, po ose te zotëri Ismet Bexheti, këngëtari, dhe zotëri Nexhat Aqifi, gazetari, tash pensionist, që të dytë janë ka e punojnë bashkarisht si koautor monografinë. Çdo kush i cili ka njohuri apo ka dokumentacione të ndryshme, unë apeloj që ato të dërgohen në formën e kopje, në formën e originalit, apo në çfarëdo lloj mënyre, që ti kemi mos t'i lëm anash ato, se kush e di në shtëpitë tonë se çka kemi. Kështu që ne vet duhet t'i bëjmë transparente ato, t'i dërgojmë. Ne kemi atë arkivin e shoqërisë, po sido që t'jetë, edhe kopje, edhe po t'jenë të dokumentuara, domethënë gjithçka tjetër. Se i takon mesazhit, unë çdo vit organizojmë ne koncertet e mëdha, kështu që paraqesmi programin një vjetor. Si vjet normalisht se do t'jetë shumë i zgjeruar, do t'jenë edhe këngëtar, edhe valltar, edhe valltare, tashit edhe të mëhershme që do të nxjerrmi pika nga repertuari i popullor, e që si mesazh është që të vinë edhe ta shohin të gjithë, e të punojnë dhe të na ndihmojnë edhe gjatë kësaj periudhe kohore,
sidomos biznesmenët, për shkak se edhe do kemi edhe musafirë të shumët, po do kemi edhe program të mirë, që është do të më vinte keq që dikush mos ta përcjellte. Mirë po si do që tjetë, tash në bazë të kushteve më të reja, ne këto i mojmë në ambientet në mbylluna, zakonisht do ulen aq sa ka karriga, do të marrin pjesë në për ato ambiente ku i mojmë këto evenimente, kështu që i lusë që mos në hidhrohen ata të cilët nuk do të mund t'ju gjejmë vend. Të futen brenda, po. Të më thonë edhe kjo është një nga mesazhet e mirë kuptimit gjithmonë me qytetarët e ta. Ne të shpresojmë se askush nuk do i drojë, shpresojmë se gjithve do ju bëhet zemra mal kur do shohin numrin sa më të madh të interesuarve që do vinë për ta ndjekur edhe jubileun e 80 vjetorit të ansamblit të këngëve dhe vallëve Bajram Shabani. Ne shpresojmë dhe urojmë që tash edhe pak më herët të jemi me shëndet dhe edhe 100 vjetorin ta shënojmë së bashku dhe padyshim të rritet sa më shumë dëshira vetëdijësimi i njerëzve për të ruajtur vlerat, traditat e atyre të parëve të anë të cilët kanë dhënë maksimumin edhe në kushte më mizore kanë vepruar dhe kanë dhënë maksimumin e tyre dhe pas për dashurinë ndaj kulturës shqipe dhe sidomos ne tani që e kemi më të lehtë, sadopak të bëjmë edhe ne nga pak sepse gur më gur bëhet edhe një mur. Ju faleminderit zotëri Dritan, ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese, shpresojmë që do mundemi edhe ne si ekip të vijmë, ta vizitojmë dhe të jemi pjesë edhe kësaj ceremonie kaq të madhe dhe normalisht ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese dhe sa më shumë çmime të sillni kurdo që ju shkoni pjesë të festivaleve të ndryshme ndërkombëtare. Faleminderit shumë, faleminderit për urimin, faleminderit për këto fjalë mirëdije.